Do të ishte domosdoshme që Kosova ta ketë një Ministri i Turizmit, lidhje që ka filluar diçka, ka bërë 2-3 postime sa përket 2-3 vendeve atraktive të cilat i kemi, por mendoj që nuk mjafton. Pse ju mos jetë edhe Ministri e Turizmit? Kosova ende është e pakzbuluar, prandaj për shumë vizitor. Unioni i Turizmit të Kosovës ka kohë që ka diskutuar dhe ka bërë kërkesa tek institucionet e Republikës Kosovës që Kosova të ketë një Ministri i Turizmit. E vetmi institucion që është në kuadër të Ministrisë Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë është Departamenti i Turizmit të Kosovës, çka mendojmë që është i pamjaftueshëm për nevojat dhe kërkesat të cilat i ka industria e turizmit. Po ashtu duke pa parasysh, nuk po shkoj më larg, po vetëm shtetet e rajonit ose të Evropës, se çfarë janë duke bërë për turizmin, se sa i kanë dhënë prioritet turizmit, mendoj që kjo do të ishte domosdoshme që Kosova ta ketë një Ministri i Turizmit, e cila besoj që do të jetë një veprim shumë i qelluar dhe do të jap një kontribut të jashtëzakonshëm, duke ditur që turizmi është njëra ndër shtyllat kryesore të ekonomisë në vendi, por njëkohësisht është edhe një faktor shumë i rëndësishëm edhe i punësimit. Nëse sot e shikojmë, industria e turizmit ka numrin më të madh të punësuarve në Kosovë, pra është industria më e madhe që ka të punësuar. Dhe njëkohësisht ne çdo turist e konsiderojmë në atë formën zhargonin ekonomik si pare direkte. Pra gjitha shtetet janë duke luftuar që të marrin sa më shumë turistë. Andaj edhe Kosova duhet ta bëjë këtë. Unioni i Turizmit të Kosovës është i vetmi para 3 viteve që ka filluar t'ju bëj apel gjithë akterëve institucional, duke u nisur nga presidentja, kryeministri, ministrja dhe shumë akterë tjerë, të bëjmë promovimin e turizmit të Kosovës në forma të ndryshme, të cilat ata i shohin të arsyeshme. Për shkak se ne po i shohim krerët e shteteve të tjera, të cilët po e shfrytëzojnë çdo moment duke promovuar vlerat e tyre kulturore, trashëgiminë, aktivitetet dhe vendet atraktive të cilat i kanë. Ne kemi pak presidentin që ka filluar diçka, ka bërë 2-3 postime sa përket 2-3 vendeve atraktive të cilat i kemi, por mendoj që nuk mjafton dhe ka mundësi që kur do që shkon për vizita të ndryshme, pse mos ta bën edhe një dedikim edhe për pjesën e turizmit, për shkak se potencialet e Kosovës kanë nevojë për një promovim të tillë. Që t'i bëjmë prap apel që ta promovojmë vendin, ta promovojmë kulturën, ta promovojmë traditën, ta promovojmë atraksionet të cilat i kemi. Sa herë që të ngriten institucionet është mirë me pas edhe Ministri i Turizmit. Por nëse kemi, themi ashtu, me obligime për punëtor shtesë ose për diçka tjetër, atëherë edhe nuk kemi mundësi ndoshta me pas një numër më të madh të punëtorëve, se ministria don pastaj ekstra shtesë, atëherë mendoj që Departamenti i Turizmit vetëm me u themelu me 2 divizione, me pas edhe 3 divizion. Edhe përfaqësuesi ose zyrtari i cili është në kies që e lun rolin e promovimit të turizmit, ajo me kalu në agjencion kombëtar. Nëse kemi agjencionin kombëtar edhe Departamentin e Turizmit për momentin mjafton. Masandej, do të thotë dal ngadalë me rritjen edhe zhvillimin e turizmit gjithëmbashëm në Kosovë, me destinacione të reja, me gjitha kushtet të reja, me digitalizim e këto, pse ju mos jetë edhe Ministri e Turizmit. Merr në shembullin e Shqipërisë, merr në shembullin e kryeministrit, merr në shembullin e ministrave. Do të thonë, çdo ditë kanë postime për destinacione turistike të Shqipërisë. Të na, jo që nuk postojnë, por ka raste që është një diçka me keqja për turizmin kur përmenet fjala luftë. Qofse thuhet ne jemi në prag luftës, ne jemi prag gjendjes keqe, sepse kemi këtë, turisti as që do me ndëgju, ose Kosova ende është e pakzbuluar, prandaj për shumë vizitor, jo vetëm evropian, po edhe të lindjes kanë filluar me ardhur, për shkak se këto promovimet bëhen në mënyrë vetanake, nëpërmjet webfaqeve. Ata duhet me dalë me një për çdo ditë
ndryshe fjala e ministrit, ndryshe kryeministrit, ndryshe fjala e presidentit, ndryshe fjala e ministrit, ndryshe është fjala ndoshta e shoqërisë civile ose e njerëzve.